Në vigjilje të festës së Pashkës Katolike në Shqipëri janë përcjell mesazhe të forta shpresë, uniteti dhe reflektimi shpirtëror. Arkiepishki Metropolit i Tiranës Durrësit, Imzot Arjan Dodaj, në mesazhin e tij drejtuar besimtarëve theksoi rëndësinë e dashurisë për njëri tjetrin dhe përgjegjësinë për çdo qytetar ndaj vendit. Ai nënvizoi se Shqipëria nuk duhet të presë që ardhmja dhe drejtësia të vinë nga jashtë, por duhet të ndërtohet nga vetë shqiptarët përmes angazhimit dhe përkushtimit të tyre. Vendi ynë nuk duhet të presë që e drejta apo e ardhmja do të na vi nga jashtë. Thua vallë se të huajt e kanë për detyrë ta duan më shumë Shqipërinë dhe shqiptarët, se vetë shqiptarët Shqipërinë dhe njëri tjetrin. Jo, kjo para se gjithash është një përgjegjësi e secili prej nesh, nga më i malli tek më i vogli, i kujdo rendi qofshin të mëdhtë apo të vegjëlit e vendit tonë. Kjo është ndjesia, dija dhe përkatësia e parë që kemi nevojë t'i përcjellë çdo shqiptari, pasi të qenë shqiptar nuk është çështje slogani apo propagande, por trashëgimia që na shpërcjell ndër shekuj dhe borxhi që u detyrohemi bijve tanë, brezave të rinj. Në fjalën e tij, Zot Dodaj u ndal edhe tek vlerat morale dhe nevojat për integritet në shoqëri, duke theksuar se vendi ka nevojë për burra dhe gra të ndershëm që refuzojnë korrupsionin dhe padrejtësinë. Shqipëria ka nevojë për burra dhe gra të ndershëm, që e duan këtë tokë dhe popullin e saj jo me fjalë, por me jetë të jetuara këtu. Ka nevojë për ndërgjegje reaguese që nuk pranojnë korrupsionin, padrejtësinë dhe menjanimin si diçka normale. Është ky një urim për të gjithë, dhe akoma më shumë është për ata që mbajnë përgjegjësi politike, ekonomike dhe shoqërore, që të shohin me largpamësi dhe përgjegjësi të ardhmen e vendit. Ndërkohë, një natë më parë, besimtarët katolik u bashkuan në një nga ritualet më të rëndësishme fetare, udhën e kryqit, e cila përfshin 14 dalesa që simbolizon vuajtjen dhe sakrificat e Jezu Krishtit drejt kryqëzimit. Ky ritual u zhvillua edhe në kryeqytet dhe udhëhoq nga Imzot Arjan Dodaj, duke mbledhur shumë besimtarë në një atmosferë reflektimi dhe lutjeje. Përgatitjet për Pashkën kanë nisur prej ditësh, ndërsa besimtarët presin momentin e mesnatës së ringjalljes së Krishtit, që simbolizon triumfin e jetës mbi vdekjen dhe sjelljen e dritës së shpresës në çdo familje. Një pjesë e rëndësishme e traditës është edhe bekimi i ushqimeve, si dhe lutjet për shëndet, paqe dhe begati në familje, duke e kthyer këtë festë në një moment bashkimi shpirtëror dhe familjar.